Ne dim dhe jemi shumë bim dakord të gjithë së bashku që rrjetet sociale dhe teknologjia ka evoluar në një mënyrë shumë të frikshme, për mendimin tim. Sa ndikim kanë rrjetet sociale tek karriera e të rinjve? Ke shumë të rinj që thonë që do shkojmë tek filan në universitet se bën pafund reklam, po që e ka blo stafin e mësuesve. Dhe nëse ata nuk kuptojnë që stafi i mësuesve dhe profili, arritjet, marrëveshjet që ka universiteti janë ato që janë kyçi kryesor. Këtu çdo i ri do dështoj. Pra nëse niset nga rrjetet sociale, domethënë pafund raste që rrjetet sociale kanë marrë në qafë, domethënë teenager duke filluar nga eksperimentet të më të frikshme të fytyrës e jo më për të folur për dijen pastaj, po që dia është në nivelet e anës mjerane këtu në Shqipëri, për fat të keq rroft iniciativa e privatit që po e mban në nivele të larta investimi se tjetë për shtetje e ka harruar me kohë.